Në javën e fundit, kryetare e rrjeteve sociale dhe mediave ka qenë këngëtarja Anisa Veseli. Ajo doli publikisht për të folur mbi zhgënjimin personal që e përjetoi me të kthyer në realitet nga izolimi i reality show. Të gjithë e dim dramën mes saj dhe klinikës që premtoi intervenimin në sëmundjen e skoliozës. Në një ulëmtim nga gazetarja Edona Gashi e Piranjave, Anisa u përball me drejtuesin e kompanisë. Por shumë shpejt erdhi lajmi që pak kush e priste. Dje, Anisa konfirmoi përmes postimeve kryerjen e operimit duke ngjallur gëzim mes ndjekësve, por edhe habi. As gazetarja që e mori përsipër rastin e saj nuk e priste të ndodhte fundi i mirë kaq shpejt. Kur e mendoj edhe sot se sa shpejt ka ardhur, me të vërtetë çuditëm. Mi po mos harroj momentin e parë ka qenë Roku, një shok i përbashkët e imi dhe Anisës, i cili më ka njoftuar për mashtrimin që është bën ndaj ish-banorës së Big Brother VIP Kosova dhe më pas ka qenë takimi me Anisën, një takim shumë emocionues ku ajo më ka rrëfyer gjithë historinë se çfarë ka ndodhur dhe që ka qenë e gatshme ta bëjë denoncimin tek Piranjat. Padyshim që nuk ka qenë e lehtë. E kom përjetu bashkë me ta vujtjen edhe dhimbjen që ajo ka përjetu çdo ditë për shkak të shëndetit të saj, edhe mos harrojmë që pas një jave lancim të emisionit vetë se kemi marrë lajmin e mirë për operacion. Sipas Edonës, në konsultin e bërë me mjekët, Anisa kuptoi shumë gjëra që i dinte ndryshe. Mos harrojmë, pas lancimit të emisionit të parë, ka pasur propagandë që Anisa nuk ka nevojë për operim dhe që nuk i duhet ndërhyrje, e kanë bën vajzën gënjeshtare. Edhe në këtë formë nesër bashkë me ekipin kemi vendosur me marrë vajzën për transparencë të publikut dhe pse jo që asaj me ofru gjithë ekzaminimin OZH, të cilin kaq të detajuar nuk është që e ka pasur. Kemi vendosur me kontaktu spitalin amerikan, të cilët kanë qenë të gatshëm për ekzaminim dhe kontrollim të detajueshëm, ku që aty ne kemi hasur në një prej specialistëve më të mëdhaj të kësaj fushë, i cili ka qenë për momentin në Tiranë, në spitalin amerikan, dhe pas gjithë ekzaminimit, gjithë analiza ai ka dalë me një konkluzion që vajza ka nevojë për ndërhyrje, padyshim që aty në atë moment e kom pa një përplasje të realitetit. Pse po e them? E kom pa një Anisa është përballë me një realitet ato. Pse po e them këto? Gjatë bisedës me doktorin, specialistin në këtë rast, Anisa ka kuptuar që operacioni i saj nuk zgjat 13-14 orë, zgjat më pak. Anisa ka kuptuar që pas operacionit nuk do të ketë humbje të shikimit, siç është friksuar më herët, për shkak që mos t'ia realizojnë operacionin atë kanë friksuar që do të kesh humbje të shikimit, operacioni do të zgjat me 14 orë, operacioni do kushton 100-200.000 euro, e gjithçka tjetër në mënyrë që vajza i ka humbur gjitha shpresat. Dhe aty shpresat për të u ringjallën. Ajo me shumë emocion i kontaktoi familjarët, ju tregoi, pra ato e mor lajmin e gëzueshëm ajo dhe ne si ekip që operacioni i saj është i mundur dhe që nevojiten financat. Dhe në këtë rast, Anisa filloi të mendonte se çfarë do të bënte. Teksa kontrollet u bën dhe doktori u gjet, mungonte pjesa kryesore, financat. Gjithçka ndryshoi me një telefonat. Një ditë prej ditëve, Anisa po më thret në telefon duke qajt. Edhe me thonë drejtën një friksova se çfarë ka ndodhur. Një emocionu te mase. Po Anisa ka qenë duke qajt në telefon, se nuk ju besojke, thojke se si ka mundësi që nuk shkoj një javë nga emisioni dhe mu po më realizohet operimi. Edhe më ka thonë, Edona mundemi të i njëjti mjek që kemi bisedu në spitalin amerikan me bë operimin, kështu që me njëherë e kom kontaktu drejtoreshën e spitalit Esmeralda dhe kemi caktu terminin. Mjeku e ka shty biletën sepse ka pasur për të udhëtuar drejt Londrës. E ka shty biletën edhe kemi caktu datën për operimin e Anisës. Padyshim kemi shkuar disa ditë më herët ku Anisës ju kanë kryer të gjitha analizat të tjera që duhet para hyrjes së operimit. Kanë ardhur edhe familjarët e Anisës, ka qenë një emocion i papan që unë e kom pa, ka pas lot gëzimi, lot zhgënjimi, lot edhe frike. Ditën e operimit, kur Anisa është futur në sallën e operimit, ka qenë një para korridor që nuk lejohet me hy tek salla e operimit, që ato mu leju mua të hy.
bashkë me ekipën, pasi që ideja e gjithë kësaj ka qenë që me qenë transparent me publikun, edhe me imbajt në një vi, me informu për gjithë shka. Çdo herë që unë kom dalë nga ajo sallë, edhe e kom pa që prend e Anisës, familjarët e saj, kanë këshyrë me një frikë, se mos ka ndodhur diçka, dhe vazhdimisht i thashta që jo, bisedova me infermierët, jam duke mbajt në kontakt në informim gjatë gjithë kohës, operacioni është të shku shumë mirë. Momente e parë që unë kisha një lëvizje, ata më njëherë pyetën që a unë gjithçka në rregull, mos ka ndodhur diçka. Edhe lajmi më i mirë ka qenë momenti kur ka dalë doktori turk, që ka qenë duke kryer operimin, edhe ka dhënë lajmin që operimi është kryer me sukses. Për aq kohë sa ata që ndihmon Anisën në këtë rrugtim duan të mbesin anonim, e rëndësishme është që gjithçka shkoj mirë dhe tani atë e pret rikuperimi. Gjatë kohës kur mjeku e dha lajmin e mirë që operimi është kryer me sukses, ai ka treguar detajet e rikuperimit, ku Anisa ka qenë në informume, shkojnë disa muaj për rikuperim, mirë po që gjithçka është mirë. Ajo është në kontakte vazhdueshëm me mjekët në spitalin amerikan, edhe është duke vazhduar gjithë procedurën, duke ju përmbajtur gjitha atyne që i ka thënë mjeku në këtë rast. Mirë po, do të ketë një rikuperim të shpejt, edhe Anisa shumë shpejt do të kthehet në një gjendje shumë të mirë, edhe të jetë e gatshme për ta vazhduar karrierën e saj në muzikë. Për gazetaren Edona Gashi, ky rast ka sjellë përmbushje profesionale, por edhe mlef. Po i bëj 14 vite si gazetare. Me rastet e tilla të shërimit të njerëzve jemi marrë ma herë në mënyrë vullnetare, ku jemi mundu me gjetë financa për njerëz, me organizu koncerte të ndryshme, me ndihmu njerëzve. Mirë, por në këtë rast, më bën më një shumë mirë, se e kom pas afër një ekip që më ka ndihmu tepërshëm, pasi që ka qenë përvoja ime e parë me Piranjat. Edhe një ekip që me të vërtet më ka qëndru shumë afër në çdo detaj të hulumtimit. Po ka qenë shumë emocionues. Pse po them shumë emocionues? Për arsye që e ku marrë me shumë prioritet, se e ku pa një zhgënjim shumë të madh, një mërzi shumë të madhe tek familjarët, tek Anisa konkretisht, edhe mos harrojmë ka qenë një përplasje mandjeje rrjeteve sociale, ku është mundu me u bë një propagandë shumë e madhe kundrejt saj. Mirë po, e din se çka më ka dhimbë shumë si gazetare, ku i shisha kolegët e me, ose ku i shisha disa nga feministët, disa nga artistat që në publik duken shumë humanitar, e në realitet qoftë asnjë fjalë të mirë në mesazh nuk ja shkruanin ish banorës e Big Brotherit që ta motivonin ose t'i thonin që jemi këtu për ty. Asnjëri nga ata, as këto feministët e famshme në Kosovë që njihen, apo artista që njihen edhe pretendojnë me qenë ma humanistët, një fjalë të vetme, një kuraje të vetme, një mbështetje nuk ja kanë dhënë asaj vajzës deri ditën e djeshme, kur është publikuar emisioni i tretë, edhe është faqë gjithë operacioni e banorës Big Brother, ish banorës e Big Brother Anisa Veselit, dhe në këtë rast e kom pa një si thëm një realitet këtë ndryshe, njerëz shumë falës të cilët e uranin, njerëz shumë falës të cilët i delnin në mbrojtje pasi përfundoi e gjithë puna. Mirë po kjo është shobizi, kjo është realiteti, e rëndësishme është që vajza ka kryer operacionin me sukses, e rëndësishme është që ajo tashmë gëzon një shëndet shumë mirë, edhe që gjithçka ka shkuar shumë mirë, edhe që rëndësishme tjetër është që Anisa vazhdon ta potencojë që do i ndjek gjitha procedurat ligjore për ata që i kanë bërë padrejtësi, dhe tashmë ajo është e lirë të vazhdojë rrugën që ajo don. Shërim të shpejt Anisa, të presim më të fortë se kur më parë.